Një milioner e la të bien e tij të lazdruar vetëm në fshat për t'i mësuar një mësim, por kur kthehet më shumë se një vit më vonë, ai ishte i shokuar nga ajo që sheh. Luis, një trashëgimtare e re milionere, kalonte rrugët e qytetit në makinën e saj luksoze me një buzëqeshje pritjeje në fytyrë. Ishte një ditë e veçantë sepse ishte ditëlindja e saj e 25. Babai i saj, Alex Smith, një magnat në industrinë e ushqimeve vegetariane të nivelit e lartë, e kishte ftuar atë në zyrën e tij, duke premtuar një dhuratë për ditëlindje. A do të jetë më mirë se makina që më dha vitin e kaluar, mendoi vajza, duke e mbajtur me vështirësi emocionin. Trashëgimtarja ishte për kufizimi perfekt i një vajze të lazdruar dhe të vogël, e cila ishte mësuar të merrte gjithçka që dëshironte me një klikim të gishtave. Arroganca dhe përbuzja e saj për ata që ishin më pak të privilegjuar ishin të njohura. Ajo nxitoi përmes rrugëve, duke u drejtuar drejt zyrës së babait të saj, e cila ndodhej në ndërtesën më luksoze të qytetit. Pa e vënë re asnjëherë punonjësi që e përshëndetën me ardhjen e saj. Ajo kaloi përpara tyre me një pamje arrogante, duke u drejtuar direkt për në ashensor që do ta çonte në katin e sipërm ku ndodhej zyra e babait të saj. Oh, këta njerëz të mesëm mendojnë se mund të flasin me mua, mendoi ndërsa ashensori ngjitej. Përshëndetje babi, jam këtu. Ku është dhurata ime? Pyeti vajza sapo hyri në zyrë. Por për habin e saj, ajo përballë me një kërkesë të papritur. Më jep çelsat e makinës tënde, tha Alex duke i shtrirë dorën. E konfuzuar dhe i intriguar, vajza mendoi se ndoshta do t'i jepnin avionin e saj privat që kishte kërkuar. Megjithatë, përkundër pritshmërive të saj, milioneri tha: "Dhurata jote është ende larg nga këtu." Luis u mbush me kuriozitet dhe pritje dhe e pyeti se çfarë po planifikonte babai i saj. Për një vajzë të re e cila ishte mësuar me një botë luksoze dhe privilegje, mundësi dukeshin të pafundme. Duke ndjekur babain e saj dhe shoferin e tij, trashëgimtarja nuk mund të ndalonte ndjenjat e nervozizmit dhe ankthit. Ajo e dinte se babai i saj i pasur gjithmonë gjente mënyra kreative për ta surprizuar, veçanërisht në raste speciale si ditëlindja e saj. Luis ende e tronditur nga ndryshimi i papritur i planeve, u ngjit në makinë me një shprehje ekstreme gëzimi në fytyrë. Fatkeqësisht, ajo nuk mund të imagjinonte se çfarë priste. Në imagjinatën e saj, ajo imagjinonte se babai do t'i jepte një restorant të luksoz ose ndoshta një vilë private, një dhuratë ekstravagante që do të ishte e përshtatshme për të. Megjithatë, pas rreth 3 orësh në rrugë kur doli nga makina, ajo u gjent në një situatë krejtësisht të ndryshme. Vajza shikoi përreth me habi. Aty ishin në një vend të izoluar të rrethuar nga natyra dhe pylli, në një shtëpi të thjeshtë, të shkatruar që dukej se ishte haruar nga koha. "Papi, çfarë është ky vend?" pyeti trashëgimtarja, duke ndëgjuar habi dhe pak kënaqësi në zërin e saj. "Le të hym fillimisht," tha Alex dhe hyri në shtëpi. Vajza ende pa kuptuar se çfarë po ndodhte, e ndoqi atë. Ishte një shtëpi shumë e thjeshtë, e mbuluar me pluhur, siç do të ishte nëse askush nuk kishte jetuar aty për shumë vite. Ajo ishte të meruar dhe madje harroi për dhuratën e saj. Ajo thjesht donte të dilte se çfarë po bënin atje. Aty ishte kur vuri re një valixhe të njohur pranë divanit të grisur. "Çfarë bëjnë gjërat e mia këtu?" pyeti me pak breng. Babai i saj u kthye drejt saj me një shprehje serioze dhe të vendosur dhe pastaj zbuloi të vërtetën. "Kjo është dhurata jote për ditëlindje bia ime. Je bërë një person qesharak me një karakter të tmerrshëm. Nëna jote do të ishte e turpëruar nga ajo që ke bërë. Në 25 vjet, ti vepron sikur je një trashëgimtare e pasur që nuk ka asnjë përgjegjësi dhe as dëshirë për të punuar. Dhe i ke trajtuar njerëzit shumë keq. Kështu, kjo do të jetë shtëpia jote e re." Vajza e re u shokua dhe bërtiti me tmerr. "Tani ky vend do të jetë shtëpia jote e vetme. Do të kuptosh vlerën e gjërave, vlerën e punës dhe përullësisë. Nuk do t'ja lë trashëgimin tim me dikujt që mendon vetëm për veten e tij dhe që do ta shpenzoj të gjithë brenda një muaji pa e vlerësuar atë që nëna jote dhe unë punuam aq shumë për të," tha ai me një zot të fortë dhe të patundur. Luis u bë i dëshpëruar nga serioziteti i situatës kur e pa atë të merrte pallton e tij dhe të shkonte drejt derës. Deri në ato moment, ajo nuk besonte se babai i saj do ta linte vërtet
atë aty. Babi, jo, nuk mund të më lësh këtu, të lutem. Do të ndryshoj, të premtoj. Ajo lutje me lot që tashmë po i formoheshe në sy. Milioneri megjithatë mbeti i vendosur në vendimin e tij. Ndryshimi nuk vjen kaq shpejt e dashur. Disa njerëz duhet të kalojnë nëpër ferr përpara se të kuptojnë vlerën e parajsës, tha Alex përpara se të kthehej dhe të shkonte drejt makinës. Kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Ai po bën shaka. Ky është e vetmja gjë që mendonte. Ajo qëndroi dhe pa makinën që largohej me një përzierje të zemrimit, frikës dhe mosbesimit. Tani ajo ishte vetëm, e braktisur në një vend që kurrë nuk do ta kishte menduar si shtëpi. Të qenit e lënë vetëm e goditja atë si një grusht në stomak, dhe ajo e kuptoi se jeta e saj luksoze kishte përfunduar. Luis e gjeti vendin të vetme në një shtëpi rustike dhe të pakëndshme, dhe ajo u mbush me dëshpëri, duke kërkuar në valixhet që babai i saj i kishte lënë për të. Ajo zbuloi se kishte vetëm disa artikuj veshjeje dhe një çarçaf. A është ky e gjitha? Ku janë locionet dhe parfumet e mia? Ku janë? Mendoi vajza. Ndërsa errësira bie, realiteti i situatës filloi të zgjohet. Vajza e lasdruar e mësuar me komoditetin dhe sigurinë e jetës së saj të pasur, ndjeu veten krejtësisht jashtë vendit dhe ishte e friksuar. Duke u friksuar nga e panjohura, ajo lëvizi një mobilje të rëndë për të bllokuar derën prej drurit të shtëpisë. Dhe çfarë e bën atë të mendoj se unë do të jetoj këtu? Po fliste me vete, duke pritur ende për babain e saj të kthehej për të. Kaloi një orë, por ai nuk u kthye dhe vajza e re duhej të pranonte fatin e saj. Ajo shkoi në dhomën ku e priste një shtrat prej druri me një dyshek të vjetër. U ul në shtrat me neveri, duke menduar për fjalët e babait të saj dhe për jetën e saj. Nuk kam bërë asgjë të gabuar. Nuk është faji im që kam lindur e pasur. Qau ajo, duke mos e kuptuar seriozitetin e sjelljes së saj. Luis u rit e rrethuar nga luksi dhe privilegji. Që nga momenti kur nëna e saj vdiq kur ajo ishte vetëm 10 vjeçe, Alexi kishte bërë gjithçka për të. Ai ishte një njeri punëtor që themeloi një kompani të suksesshme ushqimesh vegetariane në nder të gruas së tij, e cila ishte alergjike ndaj mishit. Por vajza e tij e mësuar me më të mirat u bë arrogante, duke ndjer veten superiore ndaj të gjithëve që i kalonin rrugën. Unë kam fat që jam e pasur, thoshte ajo çdo herë që babai i saj e qortonte për sjelljen egoiste. Ai madje përpiqej t'i jepte asaj një punë në kompani, por ajo donte të komandonte të gjithë. Kur Alexi i bllokoi kartat e saj të kreditit, vajza e lasdruar filloi një grev urie dhe humbi peshë dramatikisht derisa ai u dorëzua dhe ia ktheu kartat e saj të kreditit. Por këtë herë, biznesmeni ishte i vendosur t'i jepte vajzës së tij një mësim të ashpër. Vajza e re e lënë vetëm në shtëpi, dëgjoi më shumë humbje dhe braktisje se kur më parë. Ajo kur nuk kishte përballuar një situatë kaq të vështirë. A do të ishte kjo mundësia e saj për të rritur dhe për të kuptuar vlerën e vërtetë të gjërave dhe punës së palodhur? Apo do të thyhej? Pra, në atë natë të parë, Luis përballoi të ftohtin dhe uri në shtëpinë e saj të re në fshat. Vajza e varfër vuri në trup të gjitha rrobat që mund të gjente në valixhen e saj, por akoma dridhej në vetëm një çarçaf që kishte. Ajo kaloi ditën e parë duke qartë, duke u ankuar për fatin e saj dhe duke mos e besuar se po jetonte në këtë makth. Megjithatë, ditën e dytë, një ndjenjuri e detyroi atë të vepronte. Ajo vendosi të shkonte përreth për të gjetur fqinje ose ndonjë lloj ndihme. Duke ecur përgjatë një rruge që dukej se çonte diku, vajza e re arriti në një fshat të vogël, jo shumë larg shtëpisë së saj. Ishte një fshat tipik larg botës luksoze që ajo njihte. Kur ajo hyri në dyqanin e ushqimeve lokale, Luis tërhoqi vëmendjen e të gjithëve. Pamja dhe veshjet e saj elegante kontrastonin ashpër me thjeshtësinë e vendasve, të cilët e shikonin me kuriozitet dhe çudi. Duke u ndjer krejtësisht jashtë vendit, vajza e pasur filloi të shikonte përreth në dyqan dhe vetëm atëherë kuptoi se nuk kishte para fare. Kur pa një copë pice në ekspozit, të cilën kur nuk e kishte provuar sepse e kishte menduar si ushqim për të varfrit, ajo pyeti nëse pronari mund ta trajtonte atë pasi ishte duke vdekur nga uria. Reagimi i njeriut dhe i vizitorëve kurioz në këtë vend ishte plot surprizë dhe dyshim.
si mund të ishte një vajzë e bukur pa para. Ata filluan të bënin pyetje duke u përpjekur të kuptonin nga vinte ajo dhe pse ishte aty. Pronari i dyqanit ishte një njeri shumë i zgjuar dhe duke kuptuar thellësinë e shikimit të vajzës dhe situatën e saj të dëshpëruar, i ofroi asaj një marrëveshje, një palë vath në këmbim të picës. "Çfarë? Por këto janë vath perlash", tha ajo me pak hezitim. Por ajo nuk kishte zgjidhje. Luis i dha një nga vathet e saja dhe kur mori një kafshat të picës, ndjeu se palet e saja ishin mbushur me një shpërthim shijesh. "Një copë pica nuk ka kushtuar kur kaq shumë", mendoi ajo, duke u hedhur mbi ushqimin siç do të ishte e ulur në një nivel më të ulët. Megjithatë, pas duke parë se mund të përdorte pasurinë e saj si një kartë, ajo arriti të përdorte vathin e saj të dytë për të blerë disa nevoja si ushqim dhe letër higjienike. Duke u kthyer në shtëpi në fund të asaj dite, kjo vajzë e lasdruar çuditërisht ndjeu diçka që nuk e priste, një ndjenjë krenarie. Për herë të parë ajo arriti diçka përmes përpjekjeve të saja. Kjo arritje e vogël, ndonse e parandësishme në sytë e shumë kujt, ishte një hap i madh për dikë që ishte mësuar të kishte gjithçka pa e kërkuar asnjëherë. Me telefonin e saj të marrë dhe pa mundësi për të komunikuar me botën e jashtme, ajo ishte detyruar të përshtatej me realitetin e kësaj zone rurale. Ajo tregoi vlerat e saja për nevojat e përditshme dhe fitoi një punë si punonjës e dyqani për njeriu që i kishte vjedhur vathin. Paga e saj e parë ishte një shpërthim. Ishte herë e parë që ajo kishte blerë diçka me duart e saja dhe e bënte atë të ndjehej vërtet e kënaqur. Një vajzë e re që më parë kishte konsideruar veten superiore ndaj të tjerëve, kishte mësuar të vlerësonte marrëdhëniet njerëzore. Fshatarët me të cilët ajo jetonte çdo ditë u bën shoqëruesit e saj të vetmit dhe gradualisht filluan të thyenin barierat në zemrën e saj të fortë. 6 muaj më vonë, Luis takoi një burr që sapo ishte kthyer nga fshati pas punës si mjek në një qytet tjetër. Ai shkonte çdo ditë në dyqanin e ushqimeve dhe kishte një tërheqje të menjëhershme midis tyre. Trashëgimtarja e cila kur nuk kishte pasur një marrëdhënie serioze, gjeti në një njeri të mirë dhe të kuptueshëm. Vetëm 3 muaj në marrëdhënien e tyre, ata vendosën të jetonin së bashku. Ajo u transferua te ai dhe e dha me qira shtëpinë e vogël ku kishte jetuar, duke krijuar një burim të vogël të ardhurash. Jeta e vajzës së re vazhdoi të lëvizte në një drejtim të ri. 4 muaj pas kalimit te mjeku, ajo zbuloi se ishte shtatzën. Lajmi u prit me gëzim dhe festë në të gjithë fshatin. Një vajzë e re që dikur krenoheshte për të qenë një trashëgimtare e pasur, tani kishte gjetur lumturinë në një jetë të thjeshtë plot dashuri. Dhe pastaj, një ditë të bukur me diell, një makinë luksoze u ndal para shtëpisë së saj, modeste. Alex erdhi për të vizituar vajzën e tij. Ishte vetëm kur zbuloi se kishte një qiramarrës që jetonte në shtëpinë që supozoi se i përkiste vajzës së tij, që u befasua dhe e donte të dinte ku jetonte Luis. Qiramarrësi i tregoi të gjithë historinë dhe milioneri filloi të kërkonte vajzën e tij, i shqetësuar dhe i brengosur për atë që kishte ndodhur me të. Kur milioneri arriti në shtëpinë e re të vajzës së tij, e cila ndodhej në një fshat të qetë ku ajo tani jetonte me një mjek, ai nuk mund ta besonte dot. Duke hapur derën, vajza e re shikoi atë me befasi dhe lumturi. "Babi", thiri ajo e lumtur. Alex nga ana tjetër pothuajse u përgjak nga pamja e vajzës së tij. Shtatzën, diçka që ai kur nuk do ta kishte imagjinuar. "E dashur, o Zot, çfarë të ka ndodhur?" tha Alex, i shokuar plotësisht. Kishin kaluar më shumë se një vit që nga ai moment që i kishte lënë vajzën e tij në atë shtëpi të vogël në fshat. Dhe ai kur nuk do ta kishte menduar si jeta e saj kishte ndryshuar kaq dramatikisht. Gjatë kësaj kohe, sigurisht, Alex kishte mbajtur një sy mbi vajzën e tij duke dërguar her pas here një roje për të kontrolluar nëse ajo ishte mirë. Biseda që pasoi ishte e papritur. Luis i prezantoi të fejuarin e saj, një mjek dhe baban e fëmijës së saj të palindur. Me lot në sytë e saj, ajo përqafoi milionerin dhe shpreu mirënjohjen e saj. "Babi, të falenderoj shumë që më lej këtu. Ishte e vështirë në fillim, por përvoja më ndryshoi plotësisht jetën. Jam kaq i lumtur me familjen që po krijojmë tani." Alex ishte i gëzuar dhe madje ofroi ta merrte atë në shtëpi, por Luis insistoi të qëndronte në fshat me të fejuarin e saj.
biznismeni nuk mund të ishte më krenar. Në njohje të transformimit të vajzës e tij dhe mirënjohjes për fshatin që e priti atë me krah të hapur, Alex bëri një donacion të bujshëm. Kontributi i tij ndihmoi në rinovimin e shtëpive dhe rrugës lokale, e cila nga ana e saj tërhoqi më shumë vizitorë dhe ndryshoi plotësisht jetën e banorëve. Mirënjohja e fshatarëve për këtë vajzë të re, që një ditë hyri në jetën e tyre, ishte e pachmueshme. Me kalimin e kohës, Alex zbuloi se ishte shumë krenar për nipërit dhe mbesat e tij dhe për vajzën e tij, e cila tani e vizitonte shpesh. Luis u bë një person i sjellshëm dhe i dëmshur, e përkushtuar ndaj familjes së saj. Për një baba, transformimi i trashëgimtarës së tij të lasdruar në një grua përgjegjëse dhe dashamirëse ishte shpërblimi më i madh që ai mund të merrte. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi na tregoni në komente më poshtë dhe ndëgjohemi në videon e radhës.